Protestat e përditshme para kryeministrisë dhe rritja e onës së tyre në rrjetet sociale duket se kanë shtuar shqetësimin në radhët e mazhorancës. Pak ditë pasi Edi Rama mblodhi deputetët dhe ministrat në pallatin e brigadave, duke u kërkuar më shumë angazhim publik dhe aktivitet në rrjetet sociale përballë protestës, duket se makineria e Partisë Socialiste është vënë në lëvizje. Dje ka patur një sulm masiv ndaj Dritan Goxhait, duke dashur ta shpallin si agent të Iranit për të delegjitimuar protestën, dhe ky sulm nuk ishte rastësor. Sipas gazetarit Ferdinand Dervishi, të gjithë ministrat kanë zhvilluar mbledhje me stafet dhe kanë dhënë urdhra që të bëjnë sa më shumë postime dhe reagime në rrjetet sociale. Sipas Dervishit, më i devotshëm ka qenë Blendi Goxhe, i cili ka mbajtur 5 orë mbledhje. Të gjithë ministrat pas kanë bërë mbledhje të gjata dhe dhënë urdhra të prerë si të veprojnë me rrjetet sociale, domethënë luftë algoritmit, post scriptum. Rekordin e ka thyer ministri i dhjetorisë i vitit 1990 me 5 orë mbledhje, shkruan ai. Makineria e qeverisë është vënë në lëvizje pas ultimatumit që dha Edi Rama në pallatin e brigadave. Rama u ankua se nuk ishin fare mirë me algoritmin, duke u kërkuar të jenë aktiv në rrjetet sociale. Sipas kreut socialist, protestat po dominonin në rrjetet sociale dhe shumica e deputetëve nuk po reagonin, por dje u pa një sulm i koordinuar kundër Goxhait, çka dëshmon se mbledhjet kanë dhënë efekt. Patronazhistët, pasi ata punojnë nëpër ministri, tani do të përdoren për të shtypur protestën.